Të nderuar përfaqësues të mediave, mirë se keni ardhur në takimin e përbashkët të zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit për punë të jashtme dhe diasporë, zotit Glauko Njufsa, me ministrin e deleguar për Evropën nga Republika e Francës, zotin Benjamin Haddad. Sot gjatë takimit do të nënshkruhen 5 marrëveshje, më pas do ta kemi deklaratën e përbashkët të dy ministrave. Fillimisht do të nënshkruhet letër e qëllimit për themelimin e komunitetit kosovaro-francez për mbështetjen dhe organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Marrëveshja e dytë do të jetë marrëveshja administrative lidhur me mësimdhënien e gjuhës frënge në Kosovë. Marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale. Marrëveshja e radhës do të jetë marrëveshja për ekstradimin. Për të nënshkruar marrëveshjen e kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillimin dhe Projektin e Lojrave Mesdhetare 2021, ftoj ministrin Hekuran Murati. Falenderojmë dy ministrat për nënshkrimin e marrëveshjeve. Dhe njerë marrëveshja e fundit është marrëveshje kredie ndërmjet Republikës Kosovës dhe Agjencisë Franceze për zhvillimin për projektin e lojrave mesdhetare 2021. Marrëveshje të cilën do ta nënshkruan ministri Hekuran Murati me përfaqësuesin e Agjencisë Franceze dhe ministrin e deleguar për Evropën nga Republika e Francës.
Të nderuar përfaqësues të medjave, atëherë Ministri Konjusa dhe Ministri Haddad do drejtohen me deklaratat e tyre për gjatë konferencës. Luteni që janë para 4 pyetje, nga 2 pyetje për secilin ministër, luteni të respektoni këtë kërkesë për shkak të agjendës së ngarkuar të Ministrit Haddad. Faleminderit shumë për pranimin tuaj. I nderuar Ministër Haddad, i nderuari ambasador Gero, të nderuar përfaqësues të medjave, mysafir, është kënaqësi e veçantë që e mirëprita sot në ministrinë tonë, ministrin e deleguar për Evropën të Republikës Franceze, zotin Benjamin Haddad. Vizita juaj, Benjamin, është dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Francës, 2 vende që ndajnë të njëjtin vizion për një Evropë më të sigurt, më të bashkuar dhe më të fortë. Franca qysh prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë dhe mbetet një partner i rëndësishëm i Republikës Kosovës dhe shtyllë e projektit për integrimin evropian të vendit tonë. Jam i kënaqur sot së bashku me Ministrin e Financave, Murati, së bashku me përfaqësuesin e Agjencisë Franceze për Zhvillim dhe me mikun tim, Benjamin, nënshkruam këto 4 marrëveshje të rëndësishme, së bashku edhe me letrën e qëllimit, dhe kjo tregon që Franca dhe Kosova përmes këtyre marrëveshjeve po ngrisin në një dimension krejt të ri marrëdhënien e tyre bilaterale. Sot e zhvilluam një takim të frytshëm ku diskutuam për forcimin e marrëdhënieve tona dypalshe, bashkëpunimin ekonomik, çështjen e sigurisë dhe zhvillimet e tjera në rajonin tonë. E shpreha mirënjohjen tonë për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, përfshirën dhe ndihmën e Francës që është e gatshme ta japë për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Ky është një kontribut që shkon për te mbështetjes praktike. Ajo shprehje angazhimit të 2 vendeve tona dhe e besimit të Francës si fuqi qendrore evropiane, por edhe mesdhetare në potencialin dhe në të ardhmen e Kosovës. Kjo ja u jep lojrave mesdhetare 2030 një dimenzion të ri. Diskutuam po ashtu për perspektiven evropiane të Kosovës. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe përafrimit të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me bashkimin evropian. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Po ashtu diskutuam për situatën e sigurisë në rajon. Retorikat që justifikojnë ose i relativizojnë krimet e viteve 90-ta, siç po ndodhin nga Serbia, janë jo vetëm provokim, po janë të papranueshme dhe të papërputhshme me vlerat e qytetërimit të paqes dhe të demokracisë dhe nuk mund të kenë vend ato në Evropën demokratike. Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar. Në rrugtimin tonë evropian, ne konsiderojmë që Franca mbetet një partner kyç për Republikën e Kosovës. Duam të shohim bashkëpunimin dypalsh me Francën të avancojë edhe në sektor të tjerë, sidomos në zhvillimin ekonomik edhe më shumë në kulturë. Roli i Francës në përndërtimin e një Evropë më të fortë
dhe për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor është i pazavendësueshëm. Prandaj vizita juaj sot, i dashuri Benjamin, është një mesazh i rëndësishëm për themelimin e partneritetit ton dhe për vazhdimin e bashkëpunimit në interes qytetarëve dhe të kontinentit ton. Ju falenderoj edhe një herë për vizitën tuaj në Kosovë. Më lejoni që ta rifleksoj edhe një herë i dashuri Benjamin atë që e ka shprehur si gatishmëri ushtrusja e detyrës së presidentes, zonja Haxhiu, e cila reagoi me rastin e përfshirjes së një pjese të Francës jugperëndimore nga një sasi e madhe zjarresh. Më lejoni edhe një herë që ta shpreh gatishmërinë e Republikës Kosovës që me gjitha kapacitetet që ne i zotrojmë, atë sa i kemi, të qëndrojmë krah Francës dhe të jemi bashkë me ju në përpjekje për shuarjen e këtyre zjarreve. E ardhmja jonë është evropiane dhe së bashku me Francën dhe partnerët tonë do të vazhdojmë të punojmë për një Evropë të sigurt, më demokratike dhe më të bashkuar. Gjithmonë je i mirë se ardhur, Ministër Adat në Kosovë, ndihuni si në shtëpinë tuaj. Faleminderit. Thank you very much for your kind words, dear Vice Prime Minister, ministers, ambassadors, dear friends. I'm really delighted to be here today in Pristina as a personal friend of Kosovo, as a representative of President Macron in the wake of the lunch that he had with Prime Minister Kurti in March. And I have to say this visit was long overdue. And beyond our personal friendships, France's friendship with Kosovo is long-standing and consistent. Ibrahim Rugova was awarded an honorary doctorate by the University of Paris in 1996, exactly 30 years ago. You all remember the role we played almost 30 years ago in 1999, trying to find a political solution through the Rambouillet negotiation, and then taking our share of the NATO intervention in the KFOR deployment in 1999. And since then, we've been constantly trying to find mutually acceptable solutions. We supported the Ahtisaari package, the independence of 2008 as one of the first European countries to do so, the judgment by the International Court of Justice, the EU facilitated dialogue and promoting the Franco-German initiative for normalizing in 22 and 23. Sorry to take you back in history, but I think it's important to recall that our support and our friendship is a long-standing one. And as I said, I consider myself a personal friend of Kosovo for a long time. I decided as a parliamentarian, and when I was elected in 2022, to join the friendship group with Kosovo, the National Assembly, because of this common history and because I truly believe that a strong, peaceful, sovereign Europe is a reunified Europe with the whole of the region. And I'm glad that we have been working in the last couple of years to strengthen our bilateral relationship. And the visit here today gives a new momentum to this bilateral relationship. I'm really glad that we've been signing really 5 comprehensive agreements to work on a positive agenda in the relationship between our two countries. These agreements are concrete and their prospect for long-term cooperation, which we just discussed in our meeting, paving the way for even deepening the relationship. We have several French companies and the French Development Agency that have come with me also because they believe in the work that we can do together. We can strengthen our trade relations, French investment in Kosovo. We can work to increase business opportunities between our two countries. The support that the French Development Agency, the FDA, provides to Kosovo is already significant. 80 million euro for the energy transition and to combat climate change. And we have just signed a 60 million euro loan to renovate the student housing complex that will be used as the Olympic Village in the Mediterranean Games. To also cover sports facilities and schools around the student center, this is an investment that will be beneficial far beyond the 2030 Mediterranean Games. We're ready to support Kosovo in financing other projects. The AFD will have preliminary discussions with several ministries on this matter. As I'm here for the first time as a minister, I'm pleased to see that we have many French brands present in Kosovo, and I will visit a Decathlon store
this afternoon, which will also be an opportunity to meet with some of the French business communities and look at opportunities to strengthen the trade and investment relationship. I've also come to explore with the government of Kosovo how to advance your accession to several international organizations, including the Council of Europe. We've touched upon this with the Deputy Prime Minister, and we will continue to work on this together to make it a reality very soon. My presence here today is a testimony of our trust in Kosovo, the importance of our bilateral relations to me and to the French government and the French president. And this is not just about a bilateral relationship. This is really about the future and the security of our European continent in this very geopolitical moment. As neighbors, and when the world is unstable and that we face the same threats, we have a role to play together to ensure the security of all. Thank you very much. Kryetari, lutem. Përshëndetje. Jam Antigoni Sufi, gazetare në Kallza.com. I kam dy pyetje për të dy ministrat. Së pari, ministër Adat e përmendet e pomsa që u nënshkruan disa marrëveshje, megjithatë Kosova e ka përpara rrugën për integrimin në organizata ndërkombëtare, po pashtu në të njëjtën kohë gjendemi në një blok institucional. Sa ndikon kjo në raportet ndërmjet Kosovës dhe Francës, dhe po ashtu që ju të punoni në shtyrjen e agjendës që Kosova të antarësohet në këto organizata ndërkombëtare. Po ashtu, ministër Konjufca, të premtën është caktuar data për mbajtjen e seancës konstituive, megjithatë ne ende nuk kemi diçka konkrete në aspektin e marrëveshjes. A është afër lëvizja vendosje që të ketë një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Kosova të dalë nga ky ngërç? Faleminderit. Thank you very much. First, I want to say that what you are witnessing here today is the deepening of the relationship between our two countries and paving the way for even closer ties in all areas, whether that's on the support for the development agency, on the widening of Francophonie in Kosovo through the support for teaching French in schools, agreements leading also to the deepening of our security and defense ties. And I hope that my visit also will lead to the visit of delegations from the Foreign Ministry and the Defense Ministry to look at how we can work together concretely on security, the Mediterranean Games, of course, and more broadly, our relationship on trade and investment. And this is something that we will support and we will accelerate whatever the context. As I mentioned, we support the integration of Kosovo with international institutions. This is more broadly part of our project to reunify Europe. I say reunify because I don't really like the term enlargement. I think this is really about the unification of our continent. And of course, as you know, this process, it's a demanding one. It's based on international commitments. It's based, in this case, also on the furthering of the implementation of commitments within the Brussels Agreement, which we discussed, and of course on the merit-based approach, which is reforms, the integration of the acquis communautaire, the strengthening of the rule of law, the protection of minorities, and we will be very demanding on this. But saying this is not a way to slow down the process, it's not a way to make it more difficult. We will be with Kosovo every step of the way, working together to make these very legitimate and very realistic ambitions and objectives a reality. Once again, not only because we've been with Kosovo and supporting Kosovo from the very first minute, but also because we believe that this is the path to peace and stability on our continent. Faleminderit shumë për pyetjen tuaj, sa I përket të gjitha proceseve që pasuan më njëherë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga Komisioni I Zgjedhjeve. Kryeministri Kurti më njëherë ju drejtua me një letër të gjitha partive që ishin deri dje në opozit, edhe PDK-s edhe LDK-s edhe AK-s. Edhe ata u përgjigjen
më shpejt se herave tjera, që u pa se tregon një interesim, kësaj radhe të një natyre tjetër, me atë që pam në muajt e kaluar dhe prej zgjedhjeve të dhjetorit, duket që vullneti i partive kësaj radhe për të mos shkuar në zgjedhje është më i sinqert. Dhe pikërisht për këtë arsye ndodhi edhe takimi me dy partitë, me PDK-n dhe LDK-n, për disa arsye që i shpjeguan AK-ja nuk e pranoi takimin, por ata i dhanë arsyet e tyre, në çfarë kushte prap do të bashkëpunonin. Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n dhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti. Aty janë pozicionet vjetra që i kemi pa. Edhe ato u shprehen edhe në takim me kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova, ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga lidhja demokratike e Kosovës, e unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjestim me vullnetin. Sa më i madh vullneti politik, sa më shumë ke gatishmëri me bashkëpunu, edhe më shumë rritet numri i opsioneve për me gjetë zgjidhje, për pozicionet të ndryshme, për përgjegjësitë të ndryshme se si do të ndahen ato. Kurse ato që e kemi parë, sidomos prej zgjedhjeve të dhjetorit, ka pasur një bllokadë totale. Unë e kam pas thënë edhe atëherë, qëllimi pas dhjetorit ka qenë gjithçysh me shku në zgjedhje. Edhe partitë opozitare nuk shikonin gjë tjetër. Mendonin që përmes metodave artificiale mund të prodhojnë një rezultat tjetër për vetëvendosjen. Por ajo doli shumë minore, shumë le të themi ndryshim minor. Prandaj tash që ka mbetet të shihet është zhvillimet e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës. Natyrisht, lidhja demokratike e Kosovës e ka krejt, le të themi, autonominë e vet, pavarësinë e vet, për me vendos për gjërat e saj të brendshme. Ne nuk jemi këtu as për t'i komentuar ato, as për të këshilluar gjë, sepse lidhja demokratike është një parti që ekziston mëtin në Kosovë, edhe besoj që ata dinë mi rregullu punët e veta, por sa i përket bashkëpunimit me neve, mu ka duk që pas takimit të kryeministrit Kurti, me presidentën Osmani dhe me zotin Abdi Xhiku, kryetari i LDK-s, mu ka duk që ka pas kësaj radhe një tjetër natyrë diskutimi, për herave të kaluara, dhe kjo na ka bërë më optimist, se një zgjidhje mund të gjendet së shpejti. Faleminderit. Okay, good morning, bonjour, good afternoon. My name is Marko Zakic. I'm the news editor of Radio Television of Kosovo, second channel in Serbian language. So I have for you, Minister Haddad, one question. France and the European Union have constantly emphasized that the rule of law, protection of human and minority rights, and the implementation of the Brussels Agreement are essential for the European future of the region. How do you assess the treatment of the Serbian community by Kosovo's institution in light of recent developments, such as demolition of houses near the Gazivode Lake and the unresolved issue of return of Serbian judges and prosecutors? And if I may, in addition, Association of Serb Majority Communities and Municipalities was agreed upon under the Brussels Agreement back in 2013, yet has still not been established. Do you believe that the future to fulfill these commitments could affect Kosovo's European path and also aspirations to the joint Council of Europe? Thank you. No, thank you very much. Look, we're paying close attention to the living conditions of the Serbian communities in Kosovo. This is an issue that we've raised with
the government, and the multi-ethnic nature of Kosovo is an asset. And the minority communities are entitled to the constitutional and legal protections, and they must be able to integrate and to participate into Kosovo's institution. It's in everyone's best interest. The agreement that was reached on March 14th on the law of foreigners between the EU and Kosovo is an example, a good example of the approach that should be followed. And now these agreements must be fully implemented. Regarding the demolition of the houses that you mentioned, we are concerned by the lack of due process in this case. The possibility to make full use of existing and effective legal remedies is a cornerstone of the rule of law. And irreversible enforcement measures should wait as long as the proceedings are still pending. And I mentioned how all these issues, the protection of minorities, the protection of rule of law and existing agreements, is really a cornerstone for us of the EU process. I refer to the diplomatic initiative that we took with our German friends, which eventually led to the agreement of February 2023. We consider this agreement and the previous ones, 11 and 13, to be legally binding for both Kosovo and Serbia, and this is something on which we will be, once again, very vigilant, very demanding, and we will be ready to work with Kosovo and Serbia in the full implementation. Thank you very much. Pyetja e fundit. Atëherë ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj, falenderojmë edhe dy ministrat, Konjusa dhe Hadat, për deklaratat e tyre. Faleminderit shumë media.